Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Bashkimi Evropian është gati për të pritur antarët e rinj, Marta Kos e quan një tjetër moment Helsinki për Europën, antarësimin e pritshëm të vendeve si Shqipëria dhe Malizi që janë në prag të bashkimit me Unionin. Komisioneria Europiane thotë se Shqipëria ka bërë përparim në sundimin e ligjit dhe ka filluar mbylljen e kapitujve, duke synuar që brenda vitit të ardhshëm të mbyll negociatat me Brukselin për t'u antarësuar deri në vitin 2030. Bashkimi Evropian përgatitet për valën e re të antarësimeve. Nga Kroacia, komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, paralajmëroi një moment Helsinki të dytë për Europën, duke ju referuar samitit të vitit 1999 në kryeqytetin finlandez, që i hapi rrugë antarësimit të vendeve të ish bllokut komunist në Bashkimin Evropian. Në shumë mënyra kthehemi në fund viteve 1990, kur Slovenia dhe shumë të tjerë po përgatiteshin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Atëherë, udhëheqësit evropian u mlodhën në Helsinki në vitin 1999 për të përcaktuar se çfarë duhej bërë për ta bërë BE-n të përshtatshme për zgjerimin më të madh në historinë tonë. Një proces i ngjashëm ka filluar tashmë. Momenti i Helsinkit i gjeneratës son po vjen. Por në këtë moment të dytë për Bashkimin Evropian, Marta Kos flet edhe për një ndryshim metodologjie në zgjerim. Vjeshta do të vendos përfundimisht se si do të realizohen antarësimet e reja, kurse Kos ka përcaktuar 4 fusha se ku duhet shtruar diskutimi. Së pari duhet kuptojmë ndikimin që mund të kenë të sapo ardhurit. Dhe aty ku ndikimi rrezikon të jetë i dëmshëm për shtetet anëtare tona, duhet veprojmë për të mbrojtur interesat e tyre. Së dyti, duhet të diskutojmë reformat e brendshme të nevojshme që një bashkim më i madh të mbetet i aftë të veprojë dhe të jetë i shkathët për të përshtatur shpejt në dritën e krizave. Së treti, çdo antar i ri duhet ta bëjë Europën më të fortë politikisht, ekonomikisht dhe në sigurinë tonë. Së katërti, zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të evoluojë për t'u përgjigjur realiteteve të sotme. Kos foli edhe për vendet kandidate, duke e konsideruar Shqipërinë sërish si një pretendent për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Shqipëria gjithashtu sapo ka kaluar kriterin e përkohshëm shumë të rëndësishëm mbi sundimin e ligjit dhe ka filluar të mbyll kapitujt. Shqipëria është në sprintin final të negociatave me Bashkimin Evropian. Synon që në fund të vitit 2027 të mbyll negociatat, ndërsa deri në vitin 2030 të antarësohet me të drejta të plota në Union. Shqetësimet e qytetarëve janë prioriteti i mazhorancës që konsideron një reflektim të domosdoshëm ndryshimin e qasjes në qeverisje. Gjatë takimit 2 ditor në Pogradec me drejtuesit politik socialist dhe antarët e qeverisë, Kryeministri Rama ndau detyrat për ta duke theksuar komunikimin në territor me shqiptarët për problemet e tyre. Rama zbulon dhe disa nga propozimet e të zgjedhurve socialist për implementimin e dokumentit BESA. Rama ndan detyrat në një përmbledhje të ritritit 2 ditor në Pogradec, kryeministri i Shqipërisë zbulon se si do të operojnë kabineti qeveritar, grupi parlamentar dhe Partia Socialiste me dokumentin BESA në të ardhmen, duke patur prioritet shqetësimet e çdo qytetari. Fiksimi jon duhet jetë shqetësimi i çdo qytetari. Prandaj drejtuesve politik duhet t'i japin fuqi që ta ndjekin territorin aty dhe ministrave duhet t'i japim detyrimin që çdo muaj të ndjekin vetë personalisht gjithë drejtoritë. Nëse është një grup deputetësh që fokusohen bashkë dhe i marrin analizë bashkë, atë ndryshon gjë. Po ashtu Rama ka zbuluar edhe disa prej propozimeve të ministrave apo drejtuesve politik për dokumentin BESA, nga njësia BESA në çdo ministri, tek sistemi kombëtar BESA për 12 qarqet e vendit. Do ishte me vlerë që të kishim edhe nga një njësi BESA në secilën ministri. Dokumenti BESA, sipas mendimit tim, synon që të vërë emra konkret për shqetësime që artikulohen në publik. Sfida më e madhe do të jetë si ta kthejmë dëgjimin në një vendimarrje dhe rezultat. Fryma e skuadrës nuk mund të krijohet dot nga poshtë lart, krijohet nga lart poshtë. E para e perceptoj si një sistem kombëtar i cili duhet aplikohet në 12 qarqet e vendit për të kuptuar atë çfarë ndodh në territor dhe për të pasur një panoramë të qartë. Implementimi për Nis Besniki ngjelet drejtuesi politik, deputetës dhe kryetarët e partisë në radhë. Një problematikat kryesore lidhet kryesisht me tendencën e vazhdueshme të përhershme për të mos ndëshkuar mungesën e performancës. Në ditën e dytë, ministrat e qeverisë, pasi prezantuan punën e tyre në vitin e parë qeverisës të mandatit të 4, shpallën dhe objektivat për të ardhmen. Sipas kësaj rruge që kemi parashikuar, nëse gjërat shkojnë kështu, është e pritshme që në vitin 28
Shqipëria të ketë draftin e traktatit të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe të filloj procesi i ratifikimit. Me industrinë ushtarake, zoti kryeministër, me gunën taktikal kemi 75% punimeve të përfunduara në kartierën e saj, kemi një kapacitet i cili fillon operimin e plot brenda këtij viti, kemi 290 punonjës sot të punësuar në industrinë ushtarake. Me hapjen e kantierit të gunës dhe të MKD-s, ne shkojmë në 1000 punonjës brenda vitit 2027. Transporti hekurudhor, projekti Tirana-Durrës Rinas, brenda 31 gushtit përfundojmë konkursin për operatorin hekurudhor. Kemi 2 linjat e reja Vor-Hani Hoti dhe Durrës-Rrogozhin, të cilat të dyja brenda gushtit kanë përmbyllur fazën e procedurës konkurruese dhe brenda tetorit Durrës-Rrogozhin dhe brenda vitit Vor-Hani Hotit kemi kontratat e lidhura. Një nga rrethana kryesore është ajo në fushën e onkologjisë. Kemi marrë një fond shtesë vetëm për banet onkologjike në 2026 për 26 milion euro. Buxheti i shtuar, përdorimi i mirë i këtij bilanci pozitiv ka çuar për momentin në një rritje rreth 17% të pacientëve trajtuar me kancer. Në takimin dyditor në Pogradec, Rama shpalli vizionin për Shqipërinë sociale, nga ku doli edhe një platformë digjitale me emrin Pasqyra Albania, e cila e ndan në 2 seksione, Flamingo Mirror dhe Radar, do të përpunojnë çdo ankesë të qytetarëve për administratën publike dhe zgjidhjen e problemeve brenda 2 javësh. Ne do të arrijmë që çdo kërkesë ta bëjmë si një letër, pra unë nisa kërkesën, unë ndjek dhe shoh ku është dhe kush e mban përgjegjësinë. Qytetari shikon hallin e vet në kohë reale, ku shkoi, kush e ka ngec këtu, ka ngec aty. Dhe sistemi e kthen tek përgjegjësi. Dhe aty fillon llogaridhënia e përgjegjësit në atë fazë. Pse e mban? Pas protestave në bulevard, kryeministri synon një model të ri qeverisës me prioritet qytetarin, zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e shërbimeve publike sa më shpejt. Mirë, bashkë të mua në program gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike, zoti Skënder Mingjozi. Zoti Mingjozi, faleminderit, kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt në Tirana Live. Zoti Mingjozi, cili është në thelb mesazhi politik që Edi Rama dha nga Pogradeci, çfarë ju thot fakti që Rama mblodhi bashkë qeverinë, grupi parlamentar dhe drejtuesit e Partisë Socialiste për të përcaktuar një mënyrë të re funksionimi. Çfarë ju bëri ju më shumë përshtypje nga ajo që Rama vendosi në Pogradec? T'ju them drejtën, unë kam, siç unë qytetar besoj që i kam ndjekur zhvillimet dhe takimet e Pogradecit, unë kam një dilemë brenda vetes, nëse kjo që të bën kryeministri Rama është e diktuar ose nën trysninë një proteste 3 mujore, apo është thjesht pastaj trysnia, do të thoja unë, shumë më normale dhe më e qëndësishme, ajo e punëve të cilat duhet shkojnë shumë më mirë se sa që po shkojnë në këtë mandat 4 të qeverisës. Unë prirem besoj këtë dytën, sepse edhe vetë takimet e Pogradecit vinë në një moment kur kurba e protestave ka, siç dim, në rënje dhe kur ajo mas kritike njerëzish që dolin fillim thjesht nuk është më. Pra do të thojë që Rama ndjen se në punët e mandatit 4 ka shumë për të bërë, ka shumë për të korrigjuar dhe për herë të parë do të thoja ai ndjen se jo thjesht një vals emrash ose një rokad ministrish nga X tek Y dhe në sjelljes do të ishin përgjigja për të kaluar këtë moment delikat ku ndodhet Shqipëria sot me një situatë brendshme e cila është bion të mbetet sfiduese në shumë fusha, me një situatë ekonomike e cila nuk është e mirë, me pritshmëri të mëdha nga sektori i turizmit, po që kompensohen negativisht nga fenomene të tjera cilat nuk po shërohen, me një raport me Bashkimin Evropian i cili saq është joshës dhe me perspektivë gjithashtu sfidues për masat e reformave dhe ajo që na kërkohet nga Brukseli. Pra është një situatë e cila kërkon një impuls, kërkon një shtys fort. Dhe unë do të thoya që Rama e gjen këtë shtys tek krijimi i një kanali komunikues më të drejtë për drejtë
me shqiptarët. Mendoj se nuk ka asgjë të keqe në gjithë këtë, por mendoj se nuk është kjo përgjigjja e vetme. Pra, do të thoja që në kushte normale nuk duhet shkoj problemi tek shteti, duhet vi shtetit tek problemi. Kjo do të ishte më normale. Por me sa duket Rama thot dhe beson që edhe në traditën e nismave të ngjashme me këtë në të shkuarën, ai mendon se të qenit operativ dhe i shpejt dhe komunikues me hallet të veçuara të njerëzve mund të jepte një impakt për mirë në punët e qeverisjes. Do të thoja që do të ishte më mirë dhe më racionale të ishte investim drejt vizioneve dhe reformave të cilët ngërthejnë masa shumë të mëdha njerëzish se sa zgjidhje problemesh qoftë dhe individuale. Megjithatë, le të shohim se çfarë kryeministri mendon të bëjë nga shtatori e tutje, sepse unë jam i bindur që në këto takime ndoshta pjesa më interesante asaj që Rama mendon të bëjë nuk është kumtuar ende dhe nuk është bërë publike të pak. Por pse mendoni ju, zoti Mingjozi, se Rama vendosi shqetësimin e çdo qytetari në qendër të këtij modeli pikërisht tani dhe a është, le të themi, Shqipëria sociale jo vetëm një reflektim, por edhe një ndryshim real i filozofisë së qeverisjes? Përsa i përket komunikimit, unë do të thoja se kjo pasqyron një shqetësim real që ka jo vetëm kryeministri, por do të doja të besoja edhe ekipi rreth tij, se në 13 vjet qeverisje mes shtetit dhe qytetarit është krijuar një hendek dhe një moskuptim. Ka një lexim pak të ndryshëm mes këtyre dy anëve të situatave jo vetëm konkrete, po edhe të sfidave, dhe të krizave, dhe të ritmit punëve, dhe të reformave që duan, mënyrë se si ato po shkojnë. Pra, është një hendek i cili krijohet në mënyrë fiziologjike sa herë që njëra palë qëndron gjatë në pushtet. Është thënë së thënë edhe në median tuaj, sfida kryesore kur ti merr mbi 80 mandate nuk është se si të qeverisësh, po se si të mirë qeverisësh, sepse Rama sot nuk ka probleme numrash. E megjithatë, siç ju me drejtë e vut duke, siç gjithë mediat dhe ne të tjerë dhe kemi vërejtur këto ditë dhe këto javë, ai është duket që është në një trysni për të vepruar dhe për të ndryshuar diçka në ngrehinën e tij të prioriteteve, të njerëzve dhe të ekipeve që drejton. Pra, kjo është e para. E dyta do të thoja që Rama po e ndërmerr këtë nismën e Shqipërisë sociale, sepse më lejoni të kujtoj, nuk është thjesht një lojë fjalësh, po kemi të bëjmë me një qeverisje e cila quhet qeverisje socialiste. Pra, është një qeverisje e majtë, e cila theksin, siç shkruhet në librat e ideologjive dhe në librat e teorive politike, theksin do duhet ta vinte tek politika sociale. Unë mendoj që ka ndodhur e kundërta, unë mendoj që qeverisja socialiste në 13 vite është larguar nga të qenit një qeverisje sociale, pra me theks social. Sot kemi pensionistë cilët marrin gjysmë milion, jo pak, po 500.000 tillë, cilët marrin 200 euro e poshtë pension mujor. Kemi shtresa të tjera nevojë, të cilat vuajnë një krizë të çmimesh dhe një inflacion i cili tek ne ka marrë për masa vërtet absurde, sepse të kesh në Shqipëri sot, ose më saktë në Tiranë, po themi, çmimet e Athinës dhe të Romës nuk është normale, sepse këto vende nuk kanë absolutisht shpërblime financiare dhe struktura financiare në raport me shtesëve të tyre të tilla siç i kemi ne pra në standarde minimale. Pra do të thoja që Shqipëria sociale është një më shumë një klithëm që vjen nga poshtë, nga baza, që vjen nga publiku, nga shqiptari i thjesht, i cili sot për shumë çka ndihet keq për shërbimet standardit, ndihet keq për infrastrukturën, ndihet keq për mos funksionim të administratës, ndihet keq për fenomene të tilla si korrupsioni dhe paaftësia, ndihet keq për një shpërfillje që ai
percepton të shtetit ndaj tij dhe mendoj se nuk ka gjë më të saktë në Shqipërinë e sotme e cila ka kaluar 2 tërmete, një pandemi dhe vuan 2 luftra Ukrainën dhe Iranin. Nuk ka gjë më urgjente dhe më emergjente do të thoja se sa të trajtohet aspekti social i qeverisjes. Me ndërhyrje të fuqishme do të thoja, jo vetëm në sistemin e pagave, por edhe me një politikë tillë e cila të zbusë këtë rritje galopante të çmimeve për t'ia bërë këtë vend pak më të pranueshëm banorëve të tij dhe për të mos menduar vetëm që të marrin paratë një norvegjezi apo një polaku që vjen këtu për qëndruar 2 javë, po të mendojmë edhe për ata që nuk ikin asnjë ditë nga ky vend. Zoti Minxhozi, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Pse opozita vazhdon të ndërtojë aksionin e saj politik mbi protestën, kur Rama po e zhvendos betejën mbi shërbimet dhe rezultatet? A është fillimisht protesta instrumenti më i fortë politik i opozitës, apo rrezikon të kthehet në pikën e saj më të dobët? Dhe nga ana tjetër, a mendoni ju se opozita, duke u fokusuar te Rama si kundërshtar politik, ka harruar qytetarin si votues? Unë mendoj që opozita është krejtje shlojë. Sot ne kemi daljen sken e protestës si pale tret, de facto, okupoi zuri pra më spari fushën e lojës opozitës, më parë se sa atë të qeverisë. Qeveria është ende në zyrë. Opozita është detyruar, më shumë se sa ka pranuar, është detyruar të hedhë këmbët sipas ritmit të daulles së protestës, nëse ju e vini re. Pra, de facto ka pranuar fundin e saj. Ka thënë se unë nuk mund të them diçka më të saktë dhe nuk mund të jem më e fuqishme në mesazhin tim se sa vetë protesta. Pra unë identifikohem me protestën dhe kësaj protestat paktën në planin e imazhit publik dhe të asaj që shohin qytetarët i ka zënë një territor të konsiderueshëm opozitës. Unë mendoj se opozitës sot nuk i mungon vetëm një leadership i ri, i cili natyrisht është më se i nevojshëm për shkak se aty ndodhet politikani më i vjetër i tranzicionit shqiptar në krye, por i mungon edhe kurajo për të gjetur një korsë të vetëm. I mungon një kurajo për të gjetur një linjë politike koherente dhe flip-flopet që bën herë me protestën, herë kundër saj, sepse ju kujtoni që në fillim e sulmoi protestën. Pastaj u identifikua me të, ftoi gjithë strukturat të bashkohen në protestës. Po dëgjosh Berishën thotë për ditë në shesh. Pra, një opozitë e cila zyrtarisht pranon se nuk ka gjë më të mirë për të thënë se sa protesta, pra identifikohet me protestën. Dhe kjo është bën vetë të qenit të opozitë. Nuk kuptohet se duhet mbajnë gjithë ato se lidhet, gjithë ato që thonë të gjithë ato mandate, me që bien dakord 100% me ato që thotë protesta. Do duhet protestë e cila, ndër tjera, ju kujtoj, fton për ditë që të futet në burg vetë kreu e opozitës. Pra këtu kemi një situatë e cila jo vetëm është paradoksale, por ka shkuar deri në kufit e qesharakës, sepse realisht duket qartë që opozita më shumë se sa qeveria ka psuar ritmin dhe impulsin e protestës dhe goditjen e saj. Kjo e bën edhe më jo relevant rolin që kjo opozitë pretendon se ka, aq sa nuk është rasti që gjitha sondazhet që dalin aty këtu në lidhje me preferencat politike e gjejnë opozitën gjithmonë në kota më të ulta numerike dhe kjo besoj nuk do të vënojë së provuar edhe zgjedhjet më të afërta që janë ato lokale. Zoti Minxhozi, faleminderit. Kënaqësi që ishit me mua drejt për drejt në live. Mirë, do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në program. Mirë, pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare, jemi rikthyer sërish në studio. Veteranët e luftës në Kosovë do të jenë në marshin e 12 shtatorit në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, vetëm 4 ditë larg verdiktit final të gjykatës speciale në Hag.
Ata i bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të dalin në tubim për të kërkuar lirimin e Hashim Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-s të Burgos Urnag. Kreu i veteranëve akuzoi Albin Kurtin se ka heshtur dhe nuk ka kërkuar në asnjë tryezë ndërkombëtare lirimin e tyre. Veteranët e luftës e mbështesin marshin për liri për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës më 12 shtator, 4 ditë para verdiktit final të gjykatës speciale ndaj tyre. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, u bëri thirrje veteranëve dhe qytetarëve që të dalin në sheshin qendror në Prishtinë. Megjithatë, ai shpreu kritika për ftesën që i është bërë Kurtit për të marrë pjesë në tubim. Ne do ta mbështesim protestën, do bëjmë thirrje që dalin. Protest, tjetë një protest e madhështore nga qytetarët, nga veteranët, nga gjitha strukturat, por nuk mund të jem ato, ku ata i bën thirrje vetë vendosjes, kur ne dim lideri tyne në Parlamentin e Kosovës, e quan kriminal Hashim Thaçin, Kadri Besetin dhe të tjerat. Gucati ishte i ashpër edhe për faktin se Albin Kurti nuk e ka ngritur çështjen e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në qarqe ndërkombëtare. Takimet më herë që kena bëna me Parlamentin Evropian, Parlamentin Zvicran, Parlamentin e Shqipërisë, që mos shkoj tash me amet e përmendje eurodeputet, Vatikanin këtu doshi bëj gjitha qeveria e Kosovës, jo ne. Po na kemi marrë bordë që më të takime. Prapë tash kjo bordë më bën neve se tash institucionet vendit skena. Prapë këto takime do t'i marrim ne. Të momentet e fundit, sot ditë na kanë met. Para vendimit që e presim një vendim pozitiv, që e presim të shpresojmë, do më besu fuqishëm se ata do të lirohen, prapë i morëm na, tas i morëm përsipër. Ju e ndëgjut. Ta nuk janë se ky s'ka s'shkumi vizit se dhe me ngrit zonin. Platforma Liria ka emër, javën e kaluar prezantoi nismën qytetare, Kosova po pret, në kuadër të së cilës më 12 shtator do të organizohet marshi për liri në prag të vendimit të gjykatës speciale në Hag për drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Djali që vrau nënën e tij të moshuar në zhymë të Lushnjës nuk ka folur asnjë fjalë gjatë marrjes në pyetje dhe dyshohet se mund të ketë probleme mendore. Banorët e fshatit e përshkruan një njerëz agresiv dhe problematik që pas kthimit nga emigrimi 9 vite më parë. 45 vjeçari plagosi rënd në kokë dhe të atin dhe u aratis, por u prangos në fier një orë pas krimit. Florian Dalladaku, i cili vrau nënën dhe plagosi rënd babain në Lushnja, pas arrestimit nuk ka thënë asnjë fjalë para uniformave blu. 45 vjeçari i tha mburime pranë grupit të hetimit ABC News, bënte gjeste të pakuptimta, tipike të një personi me probleme të shëndetit mendor, ndërsa në automjetin me të cilin autori i vrasjes po aratisej, ishte gjetur një çantë me barna antidepresiv, të cilat dyshohet se merreshin nga Dalladaku. Policia thot se po mbledh dëshmi të afërmve për të kuptuar nëse bashkëshortët Dalladaku kishin pasur konflikte me të birin. Banor të zonës thonë se 45 vjeçari ishte përdorues droge, prej vite zhvuante nga probleme të shëndetit mendor. 2 herë ishte shtruar në spital psikiatrik, por pas trajtimit ishte kthyer në shtëpinë e prindërve. Banorët kujtojnë dhe një episod shqetësues të ndodhur disa muaj më parë, kur Dalladaku qelloi marrë ngjau në drejtim të dyerve të disa banesave në fshat. Sipas tyre, rasti është regjistruar dhe nga policia. Po djalë e njohim ne po. Ishte problematik. Po, ishte. Çfarë bënte? Qelloi kështu në porta kështu në vërtet, po jo të bëhej zarar. Jo. Ai ka qenë, ka bënë smollën. Me pritën sillte mirë, ai nuk kishte ne problem me prindit. Po mirë, punëtore, po ky djali thonë që ka qenë pak ashtu me probleme mendore. Këta e çun vjet nuk e të çun në pasante kjo. Si vjetë bëri këtë polvin e madhe, se kishte probleme me familje edhe për para. Ka qenë qitë problematika, po se që është eksi, nuk e di. Sipas banorëve të zonës, familja Dalladaku nuk ishte probleme ekonomike dhe 45 vjeçari ka jetuar në Itali me vëllezrit përpara se të rikthehej në fshat. Arsyet që quan Florian Dalladakun të sulmoj prindrit me sqepar, duke lënë të vdekur të ëmën 80 vjeçe dhe të plagosur baban 77 vjeç, mbeten ende të paqarta. Në momentin kur ndodhi ngjarja, mbrëmjen e të hënës, në banesë në fshatin Zhymë të Lushnjës, ishin vetëm prindrit dhe autori. 45 vjeçari u largua nga shtëpia me një herë pas sulmit, por policia arriti të arrestojë në fier në përpjekje për t'u aratisur.
Elma Fania Dalladaku nuk arriti të mbjetoj plagëve dhe humbi jetën në banesë, ndërsa bashkëshorti Hasan Dalladaku u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve. Bluzat e bardha thonë se ka marrë plagë në kokë dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Në familjen Dalladaku janë hapur dyert e mortit, ndërkohë hetuesit pritet të verifikojnë edhe historikun e trajtimeve dhe episodet e raportuara nga banorët për të kuptuar rrethanat që çuan 45 vjeçarin të kryej krimin. 2 persona humbën jetën në një aksident në zonën e Golemit. Viktimat lëvizin me motor kur humbën kontrollin pas shpejtësisë dhe disa manovrave të rrezikshme duke u përplasur me një bordur. Drejtuesi i motorit ishte një 44 vjeçar nga Tirana dhe pasagjeri nga Mirdita. 2 persona humbën jetën në një aksident të rëndë në Golem. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën drejtuesi i motomjetit shtetasi Elton Luzati, 44 vjeç nga Tirana, si dhe pasagjeri Oldion Tusha, 42 vjeç banues në Mirdit. Ngjarja ka ndodhur pak pas mesnate pasi një motomjet me 2 persona është përplasur në bordur. Ngjarja e rëndë është regjistruar në rrugën dytësore në zonën e plazhit të Golemit. Nga hetimet dyshohet se motomjeti po lëvizte me shpejtësi të lartë, ndërsa përplasja me bordurën ka rezultuar fatale. Sipas personave në vend ngjarje, 44 vjeçari Elton Luzati po kryente manovra të rrezikshme në rrugë, duke bërë që të humbas kontrollin. Motori më pas është ngjitur mbi trotuar dhe është përplasur me murin e një ndërtese aty pranë. Fatkeqësisht, 2 pasagjerët nuk kanë qenë të pajisur me skafandër, çka mund t'i kishte mbrojtur gjatë përplasjes. Grupi hetimor po punon për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Radio ABC News. Në valët 105 FM të përditësojni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Pas konfirmimit të etheve të Nilit në Korçë, Instituti i Shëndetit Publik sqaron se virusi nuk transmetohet nga një person infektuar tek të tjerë, por vetëm nga mushkonjat. Epidemiologët thonë se vazhdon dezinsektimi në vatrat ku është faqur virusi dhe pacienti i prekur është në kujdesin e bluzave të bardha në trajtim spitalor. Shenjat e infeksionit shfaqen si një grip i lehtë, por mund të jenë më të rënda për të moshuarit. Ethet e Nilit perëndimor nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu, por bëni kujdes nga mushkonjat. Një lloj i tyre bartse e virusit mund ta përcjell atë, ashtu si Instituti i Shëndetit Publik dyshon të ketë ndodhur me 72 vjeçarin në Korçë, rastin e parë të konfirmuar në Shqipëri, i cili është në mbikëqyrjen e mjekëve në spitalin rajonal. Ndjenja e tij shëndetësore është stabil. Ethet e Nilit perëndimor është sëmundje e cila transmetohet nëpërmjet mushkonjave, të cilat janë bartëse të virusit, të cilën e marrin nga zojt apo kuajt e infektuar. Kështu që automatikisht mendohet që rasti është infektuar si pasojë e pickimit të një mushkonje, duke menduar që personi nuk ka udhëtuar jashtë vendit. Është një sëmundje që transmetohet vetëm nëpërmjet mushkonjave dhe jo transmetim nga njeriu tek njeriu. Ndërkohë në Korçë, por dhe zonat e tjera me rrezik më të lartë, si ato bregdetare, për shkak të pranisë së kësaj mushkonje, specialistë e Institutit të Shëndetit Publik thonë se po vjen dezinsektimi. Gjithashtu ata këshillojnë. Drejtohemi popullatës që të ruaj, të marrë masat parandaluese, siç është lyerja me ilaçe kundër pickimit të mushkonjave, njëkohësisht të eliminojnë sa të jetë mundur ujërat e ndenjura nëpër shtëpiat e tyre dhe derdhjen e plerave. Mushkonja është e pranishme në vendin tonë. Masat që janë marrë, dihet që Instituti i Shëndetit Publik ka një program për dezinsektimin. Instituti ka kryer një studim të zonave ku ka risk dhe dihet domethënë që janë zonat kryesisht zonat bregdetare që kanë pasur risk për pranimin e kësaj mushkonje dhe aktualisht në këtë zona puna vazhdon dhe dezinsektimi vazhdon. Sëmundja shfaqet kryesisht me shenjat e një gripi, por tek disa persona mund të komplikohet dhe të çojë deri në humbje jete. Shenjat fillimisht në pjesën më të madhe të rasteve janë shenjat të një gripi
të lehtë dhe kjo përbën 80% të rasteve dhe vetëm 20% të rasteve janë shenja të cilat mund të tregojnë një smundje të rëndë, siç mund të jetë një encefalit dhe në këto raste detyrimisht pacientët shtrohen në spital. Personat të cilët e shfaqin klinikisht në mënyrën më të rëndë janë personat të cilët janë mbi moshën 60 vjeç, personat të cilët kanë një imunitet të ulët, si dhe personat të cilët mund të kenë bërë transplante apo ndërhyrje të rënda. Nga 30 raste të dyshuara sipas Institutit të Shëndetit Publik, vetëm një është konfirmuar pozitiv. E the nilit perëndimor kanë qenë të pranishme në vendin tonë dhe vitin e shkuar me 2 raste dhe në 2024 me 107 persona të konfirmuar. Pas ditësh përballje me flakët, shumica e zjarreve në vend janë shuar. Në përditësimet e fundit të Ministrisë së Mbrojtjes, raportohet vetëm për 5 vatra aktive në Dajt, në Bulqiz, Librazh dhe Dibër. Pas ndërhyrjes nga toka dhe nga ajri, situata e zjarreve në vend po përmirësohet. Shumica e vatrave janë vënë në kontroll, ndërsa ekipet e emergjencave vijojnë betejën me flakët në 5 vatra aktive, ndërsa 5 të tjera po mbahen në mbikëqyrje. Në malin e Dajtit, zjarfiksit dhe një helikopter i forcës ajrore po ndërhyn për shuarin e flakëve mbi tunelet e qafmollës. Zjarri në këtë zonë vijon, por nuk ka rrezik për zonat e banuara. Një vatër zjarri është reaktivizuar në një sipërfaqe prej rreth 8 hektar pyje në malin e Dardhës në Librazh. Në terren ndodhen zjarfiksit e zonës për ta lokalizuar. Në Ballejnë të Dibrës, flakët vijojnë në terren të vështirë shkëmbor dhe pa rrezik për zonat e banuara. Edhe në qafhelmës të Bulqizës, vatra vijon të jetë aktive dhe mbahet në monitorim. Njëkohësisht po punohet dhe për izolimin e vatrës në Valikardh, ku flakët favorizohen nga era, ndërsa në zonat e Gjegjanit, Gojanit, Prozhemit dhe Tërbunit në Puk, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nuk ka më vatra aktive zjarri, por situata po mbahet në monitorim. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Juli Krisafi vjen vetëm pas pak me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.